Në fakt është një ngjarje alarmante, duhet të thënë për arsyeën e vetme sepse tashmë problematika për aflatoksinën bën më shumë se 6 muaj në të cilat ka pas përpjekje të vazhduara për ta neutralizuar, për ta kontrolluar, për ta pasur nën kontroll, edhe hera herës ne kemi pasur përplasje dhe pasoja në aspektin ekonomik edhe shëndetësor për sa i përket prezencës së aflatoksinës në territorin shqiptar, kryesisht e importuar nga Misri. Do të sjell në vëmendjen tuaj edhe rastet e denotësimit të zotit Braçe të fermerëve të cilat për arsye të aflatoksinës në Misër fabrikat refuzuan një pjesë të mirë të qumshit të blegtorëve me drejtën e tyre për arsye të garancisë dhe sigurisë ushqimore. Dhe nga ana tjetër kemi një institucion i cili do të jetë garanti i sigurisë ushqimore, garanti i shëndetit publik, garanti aty prezent që importet të caktuara apo të tilla të mos injektohen dhe të mos hidhen në treg, pasi do të kuptojmë që fermeri apo blegtori shqiptar nuk ka se si ta identifikojë prezencën e aflatoksinës në Misër, por janë institucionet ato, në rastin konkret AKU-ja, bashkë me inspektorët, duke kampionuar produktet të caktuara që hyjnë në territorin shqiptar, përfshirë edhe Misrin në rastin konkret, dhe duke i ndaluar ato që më vonë të përfundojnë në treg gjër apo të konsumohen nga blegtorët apo fermat blegtorale më pas pastaj të shkojë në tavolinat e qytetarëve. Në fakt është skandal për të thënë sepse nuk po flasim sepse